Përshëndetje, uroj të jeni sa më mirë. Së pari do t'ju ftoj që të shikoni videon që do t'ju lë këtu, për të kuptuar se për çfarë do të flasim në këtë video dhe më pas do t'ju shpjegoj ato çfarë ju pat. Hajde pak te mami. Më dëgjo pak, motra ka mbyllur derën sepse po mëson mami, po bën detyrat. Edhe ti duke I kërkuar gjëra, dua këtë, dua lapsin, mo. Motra nuk mëson dot ashtu shpërqendrohet. Kështu që ti tani do ulesh këtu dhe do shkruash te fleta aty. Mirë. E ke marr lapsin, do një lapës? Do lapës? Okej, hajde ta marrim bashkë laps. Hajde ta marrim bashkë lapsin. Bravo. Shikon qa bukur, ulu te stoli. Urdhëro lapsin. Si themi? Faleminderit. Shkruaj bukur. Bravo. Si që pat në video, djali është duke qarë, sepse kërkon të futet në dhomën e motrës, ndërkohë që motra e ka mbyllur derën e dhomës sepse normalisht kishte për të mësuar dhe kur djali është brenda në dhomë kërkon gjëra, pra dhe nuk e lën të qetë dhe unë mundom dhe ja shpjegoj këtë gjë djalit. Është një gjë që unë e bëj gjithmonë në çdo lloj situate, ja shpjegoj arsyen, edhe pse fëmia pra është duke qarë I kërkoj që të më dëgjoj, ai gjithmonë qetësohet në momentin që unë I them më dëgjo, ja shpjegoj arsyen, dhe ka momente që më dëgjon nëse nuk bindet nga ajo gjë që I them, ai vazhdon të qaj dhe unë normalisht që e lë të qaj. Ka momente që bindet nga ajo çfarë unë I them dhe qetësohet më pas dhe vazhdon të bëj diçka tjetër. Kështu që është diçka më së normale, por unë jam gjithmonë me pjesën që me fëmijën duhet gjithmonë të flasim dhe të argumentojmë. Gjithmonë në bazë të moshës që ka fëmia në mënyrë që të kuptoj atë çfarë ne I themi. Kur fëmia është I vogël, normalisht që komunikimi duhet të jetë I thjesht, duhet të jetë ngadalë dhe fjalët të jenë të qarta në mënyrë që fëmia t'i perceptojë dhe t'i kuptojë ato çfarë ne po I themi. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme që dua ta shpjegoj është pse unë e lë djalin të qajë në situata të tilla. Së pari, fëmia duhet të lejohet të qajë edhe në momentin kur ndihet I zhgënjur, kur ndihet I mërzitur, patjetër, sepse është një emocion që fëmia duhet ta përjetojë, dhe ajo çfarë ne duhet të bëjmë është që të jemi aty që të mësojmë fëmijën që ta menaxhojë këtë emocion, ta kuptojë këtë emocion, sepse është më së normale që fëmia të mërzitet, edhe do qajë për gjëra të cilat nuk I arrin dot. Kështu që është më së normale. Për sa I përket situatës konkrete, besoj se ashtu siç ka ndodhur mua, ka ndodhur edhe shumë prindërve të tjerë në mënyrë të padiskutueshme, që fëmia më I vogël ka kërkuar të marrë diçka nga fëmia më I rritur, si në këtë rast që kërkonte për shembull që të futej brenda në dhomë, dhe unë I shpjegoj situatën, apo qoftë në momentin kur shpeshherë djali ka kërkuar që të marrë diçka që ka qenë e motrës dhe motra nuk ka dashur që t'ia jap. Unë asnjëherë nuk e kam detyruar vajzën time që të japi diçka të saj në vllajt nëse ajo nuk do t'ja japi. Sepse kjo gjë ndikon jashtëzakonisht në marrëdhënien me fëmijët edhe në sjellje që ne I mësojmë fëmijës, si tek fëmia I rritur dhe si tek fëmia I vogël. Për të qenë më konkrete. Atëherë supozojmë që djali do një laps të motrës, që motra e ka shumë qef atë lapsin dhe e don shumë dhe nuk do ta ndajë as me vllajën as me asnjëri sepse ka frikë se I prishet, është meraku I saj dhe do ta mbajë vetëm për vete. Ndodh që shpeshherë, qoftë prindit apo qoftë edhe gjyshërit, ndërhyn në këtë moment kur fëmia e vogël e kërkon dhe fillon të qajë dhe ndërhyn duke I thënë fëmijës më të rritur, po ti jepja se ti je më e rritur, ti e kupton, ai është I vogël, nuk kupton. Kjo është diçka shumë e gabuar. Atëherë, së pari, fëmia më e rritur ka të drejtën e tij për të vendosur për gjërat e veta nëse do t'ja japi apo do ta ndajë diçka të tillën me dikë tjetër. Kështu që është e drejta e tij dhe ne nuk mund ta shkelim këtë drejtë. Gjë të cilën e ka pasur edhe më përpara se të vinte motra apo vëllai në jetë. Kështu që kjo drejtë duhet vazhdoj të ekzistojë. Së pari. Së dyti, si ndikon tek fëmia I vogël kjo situatë, në momentin që ne I themi po ti jepja sa ajo është më I vogël, në momentin që ky fëmia I vogël e merr këtë gjë në këtë lloj mënyre, ne I mësojmë fëmijës që I marrim gjërat duke qarë dhe që ne marrim çdo gjë që duam.
Sepse ne jemi më të vegjël dhe duke qenë më të vegjël ne kemi të drejtë marrim çdo gjë që duam. Dhe është një gjë shumë e gabuar, sepse fëmia nuk mund të marrë çdo gjë që don. Sepse sot e bën në familje, nesër mund ta bëjë te dyqani, nesër e bën tek çerja me fëmijët e tjerë dhe kështu me radhë dhe këtë gjitha kjo më pas ndikon tek fëmia, tek sjellja e fëmijës, tek përshtatja më pas në çerë apo në ambientin në cilën ndodhen etj. Kështu që janë gjërat që ndikojnë më pas edhe më vonë tek fëmia. Dhe së treti ndikon në marrëdhënien e fëmijëve. Sepse fëmia më i rritur ndihet si i lënë me një anë, mund të mendoj dhe mund të filloj të perceptoj që shikoj se prindrit duan më shumë motrën apo vllajin, sepse i plotësojnë çdo tek dhe nuk e lëjnë të qajnë, ndërsa mua më kanë lënë më një anë dhe më marrin çdo gjë time për t'ia dhënë atij që ai të mos mërzitet, ndërsa unë mund të mërzitem. Dhe më pas fillon kjo marrëdhënia midis fëmijëve. Zilia, xhelozia dhe pastaj fëmia i vogël mendon që ok, unë mund t'i marr çdo gjë që dua motrës apo vllajt më të madh, sepse kështu më është lejuar. Pra, në këtë mënyrë ne thjesht përkeqësojmë situatën. Kështu që është shumë e rëndësishme të ruajmë një balancë midis marrëdhënieve, midis fëmijëve më të rritur dhe fëmijëve më të vegjël, duke respektuar të drejtën e fëmijëve më të rritur ashtu siç kemi respektuar edhe më parë se të vinte fëmia më i vogël dhe duke mësuar mënyrën korrekte fëmijës së vogël për të kërkuar gjërat, por edhe për të kuptuar që jo gjithçka mund të marrim. Pra janë ca gjëra që edhe nuk mund t'i marrim edhe pse fëmia mund t'i dojë kaq shumë. Pra, në një farë mënyrë për të mësuar edhe kufirin që deri këtu mund të lejohet një sjellje e caktuar. Këto ishin pikat të cilat unë doja t'i diskutoja dhe t'i ndaja me ju. Shpresoj që të kem qenë sa më e kuptueshme dhe sa më e qartë për ju dhe uroj që këto informacione t'ju shërbejnë dhe në momentin që të ndodhin në situata të tilla, shpresoj që këto informacione t'ju kanë bërë që t'jeni më të qartë në lidhje me disa situata caktuara që mund të hasni me fëmijën tuaj. Kështu që ju uroj gjithë të mirat dhe mos harroni like, share dhe subscribe. Ju përshëndes.